Lëvizja vetëvendosje, sipas këtyre rezultateve, 8 nga 10 kandidatët me të votuar në tërë Kosovën e përkasin kujt tjetër, lëvizjes për vetëvendosjen e Kosovës. Ai Kur'an Murati, Shtapiqi, Mercenari, Avni Dehari, edhe ky njëri nga më fatkeqet në Kosovë, i cili që 7 vite po bëhen, është bashkë me partinë, pjesë e cilës është në pushtet, dhe nuk kam rri me sjell drejtësi për të vlerën e vet. Asidari, votat e diasporës, të cilat përjapin Zotit Kurti fitoren edhe fatkeqësinë e Kosovës, çka janë votuar në konsullata, në ambasada, por edhe ato me postë, me u auditu, edhe ato rrëpsisht. Kryet rinumërimi, KQZ teknikisht po thotë janë gati rezultatet, dhe nis numërimi mbrapa për formimin e institucionit. Sot prej QNR-s janë lajmëruar zyrtarët e KQZ-s edhe ku kanë treguar se ka përfunduar e tërë procesi sa i përket rinumërimit të 185 motive të votimit për zgjedhjet e parakohshme parlamentare të 7 qershorit. Në vazhdim ju njoftoj se në orën 12 është përmbyllur procesi i rinumërimit të të gjitha vendvotimeve, 185 është, për të cilat ka marrë vendim Komisioni Qendror i Zgjedhjeve që të rinumërohen. Më thon të drejtën, personalisht, por edhe si organizat, kemi insistu vazhdimisht që votat e diasporës, çka janë votuar në konsullata, në ambasada, por edhe ato me postë, me u auditu, edhe ato rreptësisht, me thellësinë më të madhe të mundshme, për shkak se manipulimi kryesor është që to vota e të cilat përjapin Zotit Kurti fitoren edhe fatkeqësinë e Kosovës. Për më kthy të ndarja mandateve. Kush fitoi dhe kush humbi terren. Rezultatet, këto që ende quhen preliminare, pas këtij procesi tregojnë një ndryshim të ndjeshëm të peshës politike brenda sallës së kuvendit. Këtij kuvendi që është pas meje. Ku vrehet rënia e pjesëmarrjes së përgjithshme kuptohet e qytetarëve, qytetarët janë lodhur të dalin në zgjedhje edhe të mos pas shpresë. Në votimet e 7 qershorit morën pjesë 37%, për dallim për 45% të vitit të kaluar. Ndarja 120 ulësive të kësaj legislature 11 projektohet që mundi me pa këtu poshtë. Lëvizja vetëvendosje, sipas këtyre rezultateve, ka fituar 47 pikë diçka, pra 53 mandate. Ky rezultat shënon një rënie për partinë e Kurtit, e cila në dhjeturin e vitit të kaluar kishte 57 mandate, duke humbur kështu mundësinë e një qeverisje si parti e vetme. Gjithsesi, që prapë ka shanse me qeverisje vetëm, duke i u bashkangjit edhe komunitetet pakicat, jo serbe, rrjedhimisht edhe një deputet nga komuniteti serb që është Nenad Rashić. Partia Demokratike e Kosovës rreshtohet si forcë e dytë me 22 deputet. Lidhja Demokratike e Kosovës ka shënuar rritje duke siguruar 18 mandate, 3 ulëse më shumë se në dhjetor, ndërsa Aleanca për Adhurimin e Kosovës i mban 7 deputet, një më shumë se në procesin e zgjedhjeve të dhjetorit të vitit kaluar. Sa i përket komuniteteve, lista serbe i ka siguruar 9 nga 10 ulëset e rezervuara për komunitetin serb, ndërsa një mandat ka kaluar te Partia për Liri, Drejtësi dhe Mbjetesë. Është Nenad Rashić, aleati i Zotit Kurti. Komunitetet e tjera jo shumicë ndajnë mandatet e mbetura midis KDTP-s me 2 mandate, vakat me 1, IRDK 1, SDU 1, NDS 1, PSA 1, PLE 1, PREBK 1 dhe JGP 1. Top 10-sha e Republikës, që themi kështu, Republikës fatkeqe, kush janë me të votuarit e zgjedhjeve të 7 qershorit. Gara individuale ka konfirmuar makineritë e vërteta elektorale, ku 8 nga 10 kandidatët me të votuar në tërë Kosovën e përkasin kujt tjetër, lëvizjes për vetëvendosjen e Kosovës. Albin Kurti, ky 324.329 vota. Loko Njupsa 264.333 vota. Albulina Haxhiu 165.142 vota. Kur'an Murati, Shtapiqi, Mercenari 137.812 vota. Dynika Gravalla, Vlidhësja dosjeve për gjykatën speciale 131.844 vota. Pedri Hamza, fatkeqësisht
s'po mundet më bo lider i PDK-s, por një teknokrat po, 126.000 diçka vota. Gjeras Feshta 909.000, ky që e pastroi keni varkuar krejt sheshin dy ambjell ato farë copat e betonit për me një hedh rritës. Vjosa Osmani, në emrin se cilës shkum në zgjedhje. Vedemek e prishi një proces zgjedhor për me shku në zgjedhje që me fitu vetë, e në anën tjetër ka humbë. Vjosa Osmani pranoi 2.000 vota, jo Maqedoncit të 9.000 vota. Kjo është tekniku i propagandës të cilin e përduar sot Kurti për me bu propaganda me FSK-s. Avni Dehari, edhe ky njëri nga më fatkeqet në Kosovë, i cili që 7 vite po bëhen, është bashkë me partinë, pjesë e cilës është në pushtet, dhe nuk kam rri me sjell drejtësi për të virin e vet. Asi Dehari dhe vazhdon të jetë i votuar. Mirë që është i votuar, por gjithsesi këto vota do duhet i përdorte për diçka, për nëse për asgjë tjetër të paktën me sjell drejtësi djalit vet. Gjithsesi kjo i takon qëndrimeve dhe mendimeve të zotit Dehari se si i qaset kësaj çështje, por kjo nuk është vetëm çështje e zotit Dehari, është çështje e gjithë Kosovës. Për shkak se nuk bën më uhesht kjo çështje kështu, kemi diskutuar disa herë. Gjithsesi, për të rikthyer të procesi, çfarë ndodh pas certifikimit? Sfida e madhe është e presidentit. Sa për rezultatet që certifikuan, zyrtarisht KKZ-ja deputetët e rinj përballen me 3 detyra: jetike, kushtetuese, konstituimin e kuvendit, formimin e qeverisë dhe moja e icebergut zgjedhja e presidentit të ri të Republikës. Përderisa për krijimin e qeverisë mjafton një shumicë e thjeshtë për 60.000 votash që, siç ju thash, mundet shumë lehtë me i siguru zotri Kurti përmes partneritetit me pakicat jo serbe. Nyja vërtet gardiane mbetet pozita presidentit. Kujtojmë që vendi shkoi në zgjedhje pikërisht për shkak të dështimit për të zgjedhur një pasardhës për Vjosa Osmani në pred të këtij viti. Sipas kushtetutës, se e kemi bërë sillastiku edhe kushtetutën, për zgjedhjen e kryetarit të shtetit nevojitet që në sallë të jenë të pranishëm të paktën 80 deputet në të 3 rundet e votimit. Albin Kurti ka shprehur shpresën se kësaj radhe opozita do të reflektojë ndaj ofertave politike për të kaluar ngarkeshin, ndërsa partitë opozitare insistojnë me një marrëveshje të gjerë dhe të parimeve të përbashkëta për të mos e çuar vendin sërish në një kolaps elektoral. Unë dyshoj që hapja e zotit Kurti është e vërtetë dhe e sinqertë, dhe në anën tjetër dyshoj që një opozitë çfarë ishte të zgjedhjet e 28 dhjetorit mund të jetë e unifikuar edhe kësaj radhe për të pasur një kandidat vetin, eventualisht të hyjë në negociata edhe për formimin e qeverisë, pse jo. Nëse zotit Kurti nuk i shkoi komunitetet pakic jo serbe, atëherë që zotit Kurti mbetet që ose të shkojë me listën serbe në koalicion dhe të formojë qeverinë, ose të kalojë në opozitë. Kjo me kushtin që presidenti nuk do të ishte e para si pozitë për të zgjedhur, dhe e dyta, nëse Albin Haxhiu, nëse do të vazhdojë të jetë UD presidentës ose kryetari i ardhshëm i kuvendit, kushdo që mund të jetë, i cili duhet me automatizëm ta luajë rolin e presidentit, nuk do t'i djeg të 2 radhët tek lëvizjet vendosje, edhe përkundër që mund të mos i bëjë numrat siç e thash edhe me pakicat. Për shkak se mund ndodhë që pakicat i kërkojnë shumë zotit Kurti, dhe zoti Kurti, siç ka pande vazhdimisht, nuk është dorëlirë në këtë aspekt. Përndryshe, po të ishte dorëlirë, do të bënte marrëveshje me cilën do prej partive politike shqiptare në pas zgjedhjeve të 28 dhjetorit, dhe sot do të ishim në një proces tjetër elektoral edhe që po shkon drejt përfundimit.